Në një vend ku libri po shndrohet më shumë në luks se sa nevojë, si po mbijetojnë shtëpitë botuese në vend? Dhe a ka të ardhmë me leximi në një ekonomi e cila mezi po përballon nevojat bazë? Këtë temë do të flasim sot në podcastin e Business Plus. Kam kënaqësinë të ftoj Elda Velaj, drejtuese e shtëpisë botuese Mediaprint. Faleminderit që je sot këtu me mua. Dada, përshëndetje, faleminderit, është kënaqësi, jo vetëm si një gazetare mirëfill të ekonomisë, por dhe si një promotore fuqishme e librit dhe leximit. Faleminderit. Ne në fakt tregun e librit në Monitor kemi pasur gjithmonë në vëmendjen tonë. Dhe ajo çfarë do doja unë që të nisnim bisedën tonë sot bashkë do të ishte tregu i librit duket sikur në Shqipëri është midis ekzistencës, pra mbijetesës dhe idealizmit, pra si do duhet të ishte. Si e balancon pikërisht këtë pjesë ju si drejtuese e një shtëpie botuese? Me thënë të drejtën, duhet pranuar që libri është duke kaluar vështirësitë e veta, vështirësi të cilat çdo ditë bëhen më të mëdha. Tregu i librit nuk është ai, duhet ta pranojmë, që ka qenë para 2010-s. Teknologjia ka bërë të vetën, fokusi tashmë i shumë lexuesve ka ndryshuar, por ka lexues besnik, lexues të cilët prej vitesh vazhdojnë të besojnë librit, sidomos librit të shkruar në letër, dhe vazhdojnë të lexojnë. Ajo çka është problem, mendoj unë, të paktën nga studimet dhe sondazhet që bëj vetë si shtëpi botuese me stafin, është që nuk ka më lexues të rinj. Ajo çka mua më tremb është se kur unë bëj një roman apo një libër për fëmijë, libri për fëmijë patjetër fokusin kryesor e ka sa qasje kanë dhe libri për fëmijë prindi dhe mësuesi, se sa vetë fëmia, sepse varet ku i orienton prindi dhe mësuesi që të bëhet lexues i ri. Shikoj që i njëjti roman lexohet nga të njëjtët numër personash dhe vitin tjetër, po këta persona në numër vinë dhe kërkojnë një roman të ri. Pra, në një farë mënyre tregu i librit mbulohet nga të njëjtët njerëz lexojnë çdo vit. Ky është problemi. Pra, nuk ka lexues të rinj. Numri i lexuesve të rinj fatkeqësisht po zvoglohet, ose lexuesit e rinj për problematika të mëdha që mund t'i cekim më vonë, është që po lexojnë shumë në gjuhë të huaj. Kjo për arsye ndoshta se sipas tyre përkthimet nuk janë në cilësinë e duhur. Ju vjen më mirë, domethënë shpreha që dëgjoj më shumë në takimet që bëj hera herës në gjimnaze dhe në shkolla nëntëvjeçare është që na vjen më ëmbël leximi i një libri në gjuhën angleze. Ka probleme me përkthimin. Atëherë në këtë moment unë mendoj që takimet midis botuesit dhe lexuesit duhet të shtohen. Duhet që lexuesi të orientohet, duhet që lexuesi t'i thuhet që para se të niset për të blerë një libër me një titull që ai e konsideron të bukur, të veçantë dhe tërheqës për fokusin ku ai e ka leximin, duhet të shikojë me shumë kujdes përkthimin, se me thënë të drejtën, ka përkthime që lënë shumë për të dëshiruar. Kanë lënë me kohë, por sidomos tani me ardhin e ChatGPT-s, nuk dua të flas me terma konkrete, por mendoj dhe kam dyshimet e mia të forta që shumë përkthime kanë filluar të bëhen me ChatGPT. Do me thënë e preku dhe sektorin e librit. Unë mendoj që e ka prekur, por atë që bën dora e njeriut nuk mund ta bëj ChatGPT-ja. Unë gjykoj që ChatGPT-ja është duke u përdorur gabim. Jo më larg se para disa ditësh po lexoja një lajm që Universiteti i Oxfordit po i orientonte të gjithë studentët e vet që të mësonin ChatGPT-n ta përdorin në mënyrën e duhur. Sigurisht. Sipas tyre, mënyra e duhur e të përdorit ChatGPT nuk është që ti të marrësh një ese, të marrësh një ushtrim dhe ta përkthej dhe ta rregulloj ChatGPT-ja. Mënyra e mirë është që ti këtë ChatGPT ta përdorësh duke futur në fakt njohuritë tua në punë. Për shembull, ti ke dalë nga një autoshkollë dhe ChatGPT-s ti bën disa pyetje për të kuptuar sa mirë ti ke përvetësuar anën teorike të shkollës. Si instrument është kuptuar gabim që ChatGPT-ja ne të na bëj gjithçka. Truri i njeriut, e thënë jo nga mua, po nga studiues të mirëfill, është bërë për tu përdorur. Nëse truri i njeriut nuk përdoret, atëherë truri i njeriut do të fillojë të ketë problematika dhe sëmundje më shpejt. Këtë duhet të kuptojmë që ChatGPT-ja është bërë për të përmirësuar njohuritë tona dhe jo për t'i lënë në harres ato dhe për të bërë gjithçka ChatGPT-ja.
Ilda, ju e përmendët teknologjinë, e përmendët pjesën e përkthimeve, ndoshta jo shumë cilësore, apo dhe të rinjt që priren që të lexojnë anglisht dhe jo në gjuhën shqipe. Sa kaq do doje që të ndaleshim edhe te politikat fiskale në tregun e librit, si janë ato? Çfarë mbështetje ka pikërisht industria juaj? Më ke prekur në një temë e cila është në fakt një themë akili, do thoja, jo vetëm për ne si botues, por në përgjithësi për botuesit në tërësi. Për fondin e pasurimit të bibliotekave të shkollës, fatkeqësisht shteti jon, nëse do flasim me terma konkret, i jep diku rreth 300.000 euro. Ndërkohë që shteti i Kosovës i jep diku rreth 1 milion euro. Okay. Në qoftë se botuesve, të gjithë botuesve, qoftë të vegjël, qoftë të mëdhenj, do t'i jepësh më shumë fond për pasurimin e bibliotekave të shkollës me librat e tyre, atëherë unë mendoj që tregu i botimit dhe me pak para mund të ketë frymarrje. Kjo punë fillon që nga redaktuesit, që nga ilustruesit, që nga dizenjatorët, për mos folur pastaj për shtypshkronjat, për botuesit në vetvete për marzhet e tyre të fitimit. Pra, mendoj që në qoftë se shteti do ta ketë pak më në fokus botimin, atëherë gjithë sektori do të marrë më shumë frymë. Duhet rritur patjetër fondet që shteti alokon për blerjen e librave për pasurimin e bibliotekave të shkollës. Ky fond është shumë i vogël. Dhe nuk arrin, janë, qofsha e gabuar me statistikat, në Shqipëri janë rreth 120 shtëpi botuese aktive. Imagjinoje këtë shifër të ndarë në 120 shtëpi botuese, se sa pak është ky fond. Plus që nuk duhet parë vetëm në termat që nëse ne japim këtë fond, atëherë këto shtëpi botuese do fitojnë para sepse do shesin X libra për pasurimin e bibliotekave të shkollave. Kjo duhet parë pak më gjerë, atë çka thash në fillim. Merr frymarrje edhe redaktuese, sepse kur shtëpia botuese ka kërkesa për shitje, atëherë ajo do të punësojë më shumë redaktor, do të punësojë më shumë përkthyes, do të punësojë më shumë dizenjator të librave të vet. Pra do të ketë një frymarrje. Unë mendoj që ka një stacionim, ka një ngërç dhe ka një ndalesë. Duhet bërë më shumë për librin dhe sensibilizimi duhet filloj kudo, jo vetëm nga shteti, por duhet filloj nga prindi, duhet filloj nga mësuesi, duhet filloj dhe nga media. Unë mendoj, dhe më falni ndoshta që quhet egzageruar kjo që po them, por mendoj që ata që janë shkrimtar të mirëfillt, që i kanë dhënë vërtet letrave shqipe, duhet të mitizohen. Ata duhet të kthehen në idhuj për fëmijët. Fatkeqësisht fëmijët tanë sot po kthejnë në idhuj njerëz dhe gjëra të cilat në fakt nuk kanë asnjë modele. Unë mendoj që nuk është çështja ne botuesit, këtë gjë nuk e bëjmë vetëm për fitim. Unë mendoj që kjo gjë është edhe për mision. Domethënë, të marrut me librin, të sjellit të librit dhe leximit në vëmendje dhe në fokus, mendoj që është një mision shumë fisnik që ne si botues kemi. Por patjetër që për te misionit të gjithë botuesit pa dallim duhet të mbështeten edhe financiarisht. Sigurisht. Përveç pjesës së pasurimit të bibliotekës, pra që ju ndihmon një fond më i madh, cilat do të ishin disa hapa të tjerë që të mund të rregullojnë tregun? Hapa të tjerë mendoj ndoshta këtu botuesit shqiptar nuk hyn në mënyrë direkte, por do hyn në mënyrë indirekte, sepse rritja e ardhurave për autor detyrimisht do sjelli më shumë dëshirë nga shumë autorë të cilët shumë libra të tyre i mbajnë nëpër boceta në sirtar, sepse nuk mendojnë që shifrat e shitjeve janë të kënaqshme, do të ishte dhe pasja e agjentëve të mirëfillt. Librat shqiptar, akoma në skenën e letrave botërore dhe letërsisë botërore nuk përfaqësohen denjësisht. Ne tani kemi filluar në mënyrë sporadike, disa autorë marrin iniciativa, vetmarrin iniciativa për të botuar librat e tyre nëpër botë. Ose kjo bëhet me shoqëri, për shembull një shkrimtar ka një mikun e vet në Amerikë, ai aty e ndihmon me njohjet që ka, por në fakt kjo gjë duhet bërë një sistem i mirëfillt. Domethënë duhet një qasje dhe duhet të ketë hapa të saktë, hapa të mirëmenduar dhe politika të mirëmenduara. Unë si botuese nuk jam e kënaqur që kur është panajiri i librit, ne të gjithë lumturohemi sepse aty vinë shkrimtarët në stenda dhe shesin libra. Në fakt panajiri i librit nuk duhet të jetë vetëm një arenë shitje dhe blerje libri. Duhet më shumë komunikim me lexuesin,
Këtë e bën të mundur pasja ndoshta e të gjithë shpjegëtuese të më shumë hapësirave që lexuesi të vi brenda në stand dhe gjithë komunikimi me lexuesin të kthehet si një bashkëbisedim dhe një si komunikimi mirëfill, por duhet të ketë agent letrar botror, të cilët duhet të interesohen për librat shqiptar. Patyshim, jo të gjithë librat ndoshta vlejnë, por ka libra shumë të mirë, ka shkrimtarë të mirë që shkruajnë bukur dhe që mendoj që këta shkrimtarë duhet të merren në konsiderat. Ne akoma në Shqipëri nuk kemi agent letrar. Ne kur shkojmë në përpanajire në botë, nuk shkojmë për të blerë libra, por ne shkojmë për të bërë marrëveshje, për të lidhur kontrata. Mos harro që pak apo shumë botuesit shqiptar I japin X lekë të drejta shteteve të botës. Nëse kjo gjë do na kthehej, atëherë do të kishte qarkullim të gjithë në një farë mënyrë tregu shqiptar është I vogël. Por një autor shqiptar I marr nga një agent letrar për tregun italian apo për tregun gjerman, do të përkthej në më shumë shitje. Unë nuk e shikoj problemin ngushtë, sa fitoj unë si botuese. Unë e shikoj problemin më gjerë, sa fitojnë dhe shkrimtarët, sepse në fund të ditës ata kanë bërë një vepër, kanë një pronë intelektuale jashtë masës të vyer, dhe në qoftë se ata do të rinë vetëm me shitjet e tregut shqiptar, do të presin vetëm nga shitjet këtu, ka panajiri këtu, patjetër që ata vit për vit fatkeqësisht janë më të pakënaqur. Një gjë tjetër që ne nuk jemi gati, asnjëri nga ne si botues, është që ne duhet të rrisim shitjet e librit shqip jashtë vendit. Ne më shumë lexues tani kemi jashtë vendit se sa kemi brenda vendit. Duhet të jemi ndoshta më bashkëpunues me njëri tjetrin, sepse di për shembull jam vënë në kontakt me Amazon, e cila për të magazinuar X libra kërkon një shumë që në fakt është goxha e lartë për një botues shqiptar. Atëherë ne mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të blejmë bashkë një sipërfaqe dhe Amazon të ketë mundësi të magazinojë libra shqiptar dhe të shesi librin shqip edhe në botë, sepse unë shikoj nga emigrantët që kur vinë në panajiret modeste që bëhen në verë, përveç panajirit të nëntorit, që kanë shumë dëshirë për të lexuar shqip. Biles ndonjëherë më impresionojnë që më shumë nga historia shqiptare din ata se sa brezi I ri që jetojnë këtu. Po përveç pjesës së magazinimit, për shembull për një platformë si Amazon që njihet, çfarë problematikash të tjera ka për eksportin e botuesve shqiptar? Patjetër që duhet të mos ketë të vëshën në eksport, gjithashtu shitja e librit, sepse ka një problem të tillë që nga botuesi tek librari, libri tarifohet me 6%, kjo tarif ndoshta duhet hiqet. Më lejoni të përmend në fakt me që ICEKA dhe librarët, patjetër që unë si botuese dhe shumë botuese të tjerë e kanë shqetësim faktin që libraritë sa vjen dhe janë bërë më të pakta, më të vogla, por unë këta librar nuk do t'i quaja më biznesmen apo tregtar. Unë këta do t'i quaja misionar, sepse hiq 2-3 librari, emrat e cilëve dim të gjithë libraritë e tjera janë në kushtet e mbijetesës. Shumica e librarëve lexojnë vetë librat dhe au përkthejnë dhe au transmetojnë me shumë pasion lexuesve të tyre. Në qoftë se ne do të themi se sa është shifra dhe përqindja që çdo librar fiton mbi një libër, në raport me qiranë që ai paguan për ta pasur këtë librari, më besoni shumë e vogël. Unë mendoj që librarët duhet të jenë të përjashtuar nga taksat, sepse ata po mbajnë në këmbë një biznes I cili është në ditët e tij më të vështira. Dhe ne po flasim për Tiranën, po në rrethet e Shqipërisë, në rrethe nuk dua ta cek fare, sepse në fakt panorama është shumë e trishtë. Ka rrethe ku një librar I Tiranës me kërkesa sporadike të vogla I furnizon me 2 apo 3 libra. Libraritë e rretheve, hiq Durrësin, Vlorën dhe pak Shkodrën, janë pothuajse të papërfillshme. Ne përmendëm teknologjinë si një armik, po për të mos bërë këtë luftën me mullinjtë e erës, si mund ta përdorim në teknologjinë në favor të lulëzimit dhe të nxitjes së librit dhe të shitjes? Patjetër që pavarësisht se unë personalisht jam partizane e librit në dorë, e librit I cili vjen era letër, era boj, I cili mbart një histori, I cili mbart ca duar të cilët e kanë krijuar atë, që nga kompjuteri në lastër, në makinë shtypit, në prerje e të tjerë, patjetër që e-book është një alternativë e mirë, një alternativë e cila do të përqafohet dhe nga lexuesi shqiptar,
Por unë mendoj që problemi I lexuesve në Shqipëri nuk është mënyra se si e marrin librin. E marrin në letër apo e marrin në e-book. Pa dashur ti përvidhem pyetjes tuaj për metodologjinë. Mendoj që problemi tyre kryesor është sa fokus ata kanë për të lexuar. Patjetër që ne si shpifbotuese do t'i përshtatemi kërkesave të tregut, por në takimet e shpeshta që unë kam me lexues, sidomos me lexuesit të rinj, nuk shikoj që ata të më bëjnë një kërkesë specifike që unë nuk e lexoj librin shqip sepse nuk është në e-book. Unë shikoj për t'u kthyer prapë te një problematikë që do t'i mësoj dhe do t'i mësoj të lexuarit anglisht. E para nëse do ta marrim në planin ekonomik, janë X tituj librash që vinë në anglisht dhe shiten tregut shqiptar. Këto nuk janë të ardhur për vendin. Këto janë për autorët e huaj dhe për shtëpitë botuese që I tregtojnë ato. Përveç kësaj, gjua shqipe po deformohet sepse fëmijët më shumë po lexojnë anglisht sesa shqip. Domethënë problemi duhet parë më gjerë. Unë nuk jam fare dakord që të ketë kaq shumë qasje të tregtuarit ndaj të librit anglisht. Jam ulur paracakosh me një nga menaxherët e librarive më kryesore në Tiranë, bëm disa projekte, disa plane si mund të rrisnim dukshmërinë e librit, pak rëndësi kishte të shtëpisë tonë botuese apo të tjetrit, dhe në fund fare në bisedë miqësore sipër më thotë që jam shumë I lumtur se sot mbylla një kontratë me X shtëpi botuese në botë për të marrë dhe për të tregtuar librat e tyre në anglisht. Atëherë mua më pren krahët dhe thash, ne kote pas kemi bërë gjithë të diskutim, pas kemi harxuar gjithë të energji për gjithë të projekte, kur ju vazhdoni të keni në fokus librin anglisht. Unë këtë gjë do ta thërras dhe do ta thërras sa herë të më jepet mundësia. Kjo Elda nuk bëhet vetëm nga një librari. Pra, cilat do të ishin mekanizmat për ta nxitur këtë gjë? Do të vi më lart apo ja? Patjetër, në rast të parë duhet ishte prindi dhe mësuesi, sidomos mësuesi letërsisë ka shumë ndikim. Mësuesi letërsisë është ai I cili duhet I udhëzojë të rinjt dhe mos të lodhet duke udhëzuar pse duhet të lexojnë shqip. Unë e konsultuar dhe me shumë gjuhëtar kam dalë në konkluzionin që deri në moshën 18 vjeçe, një fëmijë duhet të lexojë sistematikisht në shqip nëse ai nuk do të ketë deformime të gjuhës. Po kemi tani prishje komplet të trajtës së fjalisë. Nuk themi më bari gjelbër, dëgjova një ditë një fëmijë që vajta në një shkollë, por I gjelbër bar. Por mos të thënë që ka shkolla të cilat kur ne shkojmë për të bërë takime botuesi dhe autori na thonë, a keni libra anglisht? Fëmia është klasë 4. Si mund ne të shkojmë me një libër anglisht? Fëmia duhet të lexojë shqip. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të lexojnë shqip deri në një X moshë. Ne do na dënoj historia, ndoshta duket e egzageruar për këtë që po bëjmë. Ne jemi një komb I vogël dhe një mënyrë se si ne duhet të mbijetojmë është patjetër duke e pasuruar gjuhën tonë dhe jo duke e keq trajtuar dhe duke zvogëluar atë. Duke si një çështje vogël, por do të marrë rëndësi shumë të madhe. Patjetër, dhe ka rëndësi që në këtë moment që ne po e flasim. Elda, në vorbullën e problematikave të tregut, shtëpitë botuese si e vendosin për një titull libri që aja vlen të botohet apo ja? Më ke kapur në një pyetje në fakt shumë të mençur, që e kisha në mendje. Ideja është që në vitet e fundit mendohet si në shumë tregje që masat duhet të orientojnë biznesin. Domethënë, ne duhet të bëjmë atë çka kërkon masa. Në fakt, leximi dhe libri duhet të ketë dhe një trajtim personal në thonjza nga vetë botuesi. Në qoftë se ne do të bëjmë gjithmonë atë që kërkon masa, atëherë ne rrezikojmë të bijem pre e dështimeve. Sepse në qoftë se ti I jep një dëgjues të muzikës, një muzikë tallava, atëherë ti po ushqen një grup dhe një auditor njerëzit të cilët në gjithë jetën e tyre do të dëgjojnë këtë lloj rrymë. Edhe te libri dhe leximi është shumë e rëndësishme që ne patjetër jemi në kontakt me lexuesin dhe librarët, çfarë kërkon tregu, por me shumë kokëfortësi duhet edhe të udhëzojmë, duhet të orientojmë lexuesin atje ku ai duhet të shkojë, jo se na intereson ne si botues, por për shumë arsye, siç janë librat me mesazhe, librat filozofik, librat me një gjuhë të pasur, me një shqipe të bukur, qoftë të përkthyer, janë libra të cilat do të rezistojnë kohës. Kam vënë re tek shumë botues që po ju kthehen librave klasik.
sepse shumë libra që bëhen tani, sidomos ta librat motivues që quhen, janë në gjykimin tim libra momental. Do me thënë, ashtu si kurse lexuesi i merr shpejt në dorë, ashtu dhe i lë shpejt. Okay. Në gjykimin tim, këta nuk janë libra që i rezistojnë kohës. Librat që i rezistojnë kohës janë libra të cilat kanë një arkitekturë mendimi. Janë libra të cilët kanë një shqipe dhe një përkthim brillant, por gjithashtu kanë edhe mesazhe që rezistojnë kohës. Ti lexon Gogolin, ti lexon Nietzschen, ti lexon Balzacun dhe ti reflekton, sepse ata kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Shumica pa dashur të prek cilët e librave të sotëm janë shumë të cekët, janë konsum momental. Okay. Prandaj unë mendoj që libra duhen përzgjedhur me shumë kujdes. Është shumë e rëndësishme që mos të kemi fokusin vetëm te fitimi kur përzgjedhim librat. Do të thënë, ky libri motivues është momenti, është tregu, është çasti dhe hajde tani të shtypim me radhë libra motivues, pafund libra motivues. Mendoj që duhet të jemi më të kujdesshëm në politikat tona të përzgjedhjes së një libri. Thënë kjo, Elda, në një vështrim të përgjithshëm të tregut, cilat janë botimet që preferon më tepër për të dhënë një panoramë për dëgjuesin? Preferohen shumë librat, flas si fillim sepse shtëpia botuese aty e ka filluar zanafillën e saj tek librat për fëmijë. Janë preferuar shumë librat e përkthyer, por shoh vitet e fundit, të paktën duke pasur parasysh politikat që ne si shtëpi botuese kemi ndërmarr, që ka një qasje dhe ndaj autorëve shqiptar, më në fund prindrit, mësuesit i kanë orientuar fëmijët edhe te letërsia shqipe, më në fund jam bindur që ka letërsi shqipe për fëmijë, se ka pasur një debat shumë të madh për këtë gjë, dhe duke qenë që një autor shqiptar ka më shumë mundësi fizike, sepse sot ka ardhur koha që në fakt shkon autori te lexuesi, nuk është më koha që vjen lexuesi tek autori, duke qenë që kjo mundësia fizike bën të mundur më shpejt komunikimin mes tyre, mendoj që ka një rritje të interesit për librin për fëmijë shqip. Po ashtu ka një interes të shtuar, nuk e mohojmë dot, për librat e biznesit. Okay. Botimi i parë dhe i fundit që ne kemi bërë kundrejt një libri biznesi ka qenë në fakt një botim i cili i rriti pritshmëritë tona, më shumë se ç'ne i kishim. Është letërsia klasike, të cilën e thash shumë shtëpi botuese i janë rikthyer, janë romancat dhe patjetër janë edhe librat limonad, do t'i thoja unë, sepse njerëzit për shumë arsye, për shumë ngarkesa emocionale, streset e ditës, kanë dëshirë edhe të relaksohen me një libër të mirë. E drejt, ata që ne priremi të quajmë librat e verës, që i marrim në valixhet tona të pushimeve, po ndërkohë ne jemi ende në maj, edhe pse paneri i librit duket largu, do doja që ndaleshim pak këto. Shihet si mënyra vetme, rruga vetme që lexuesi shkon te libri. Ndoshta i vetmi event që i mbledh dhe që nxit dhe interesin, po nga ana tjetër, nëse do flisja si konsumatore, do thoja edhe i vetmi event në cilat bëhen dhe ulje dhe ne kemi mundësi që të përballojmë 1, 2 ose më shumë libra për fëmijët, për veten. Vetëm ky është, pra, vetëm panajiri është. Çfarë shkon mirë dhe çfarë nuk shkon mirë me panajirin? Unë mendoj që panajiri nuk duhet të jetë i vetmi festivali i librit, për një gjë kaq të rëndësishme, kaq etike, siç është letërsia. Letërsia edukon me empati, letërsia edukon me dashuri dhe bën shoqërinë rrjedhimisht më empatike dhe shtetet më miqësore me njëri tjetrin. Unë mendoj që përveç panajirit të librit, në radh të parë duhet të ketë panajire të tjera. Duhet të ketë panajire librash nëpër shkolla. Unë vazhdoj të kem fokus panajiret e shkollave, sepse fëmijët kanë nevojë të jenë më pranë autorit dhe librit më shpesh, jo kaq rrallë. E dyta do kthehem tek ajo që diskutuam në fillim, panajiret e librave nuk duhet të kthehen vetëm në një arenë gladiatorësh ku të gjithë mburren në thonjza se kush ka shitur më shumë libra, kush është autori më i shitur, sado të shesi secili nga ne, aq është tregu shqiptar. Problemi është si do ta përçojmë letërsinë shqipe dhe jashtë vendit. E thënë në kuptimin e mirëfill të fjalës, unë ushtroj biznesin tim në Shqipëri dhe patjetër që interesat e mia duhet të jenë vetëm për tregun shqiptar, por jo. Duhet parë më gjerë problemi, libri shqip duhet patjetër të përçohet dhe jashtë vendit, prandaj është shumë e rëndësishme ajo që përmenda edhe në fillim,
që panajiri i librit përveç shitjes dhe blerjes të kthehet në një panajir kontratash, në një panajir marrëveshjesh. Ne duhet të ftojmë agjentët e huaj, të cilët shumë prej tyre i kemi këtu afër Ballkanit, në Rumani, në Greqi, t'i ftojmë ata të vinë në panajiret shqiptare, të marrin katalogjet me botimet shqiptare, që shpeshherë shumica e botuesve këto katalog që kanë dhe ato kostot e tyre i vetë financojnë dhe të bëjnë një studim të mirëfillt të tregut shqiptar, të autorëve që ekzistojnë në Shqipëri dhe të mundësive që ata kanë për të botuar në vendet e ndryshme të botës. Pra, kjo gjë duhet kthyer në një politikë të mirëfillt dhe nuk duhet secili autor, as e njoh unë një autor në Amerikë, shqiptar që ka ikur që në fillim, apo njoh një në Itali, apo njoh një në Greqi. Pra, kjo duhet të kthehet në një politikë të mirëfillt. Tashmë është vendi jon dhe letërsia jon e ka përceu atë hendekun që sollën kaq vite tranzicion dhe mendoj që letërsia jon, arkitektura e mendimit dhe e letërsisë shqipe është pjekur. Mendoj që ka ardhur momenti që libri shqiptar të përçohet më fort dhe më shumë jashtë kufive. Ilda, të falenderoj sot për bisedën. Faleminderit, ndoshta fola shumë, por ka shumë problematika për të diskutuar për librin. Faleminderit shumë për kohën.